Vëllezër të ndershëm, në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se muslimanin këtë dunja i ka 6 obligime përballë njerit. Janë 6 detyra që i ka njeriu përballë tjetrit. Nëse mund me thonë 6 hake i ka njeriu përballë tjetrit. Në jetën e kësaj bote, njeriu i ka, do me thonë, 6 obligime ndaj tjetrit. Dhe tjetri mund me qenë antari familjes, mund me qenë shok, mik, dashamir, njeri rëndomt, por që ti ki obligim ndaj ti. Obligimi i parë që ka njeriu ndaj njeriut, sepse mi të full për të këshilla, dhe pejgamberi sa më thotë se njeriu i ka 6 obligime ndaj tjetrit. Muslimani ka 6 obligime ndaj tjetrit. E para ka thonë me përshëndet me fjalë të mira. Përshëndetja, për shembull, vëllezër, është obligim i muslimanit ndaj muslimanit. Është edukate njeriu ndaj njeriu. Është respekt i njeriu ndaj njeriu. Për shembull, takosh në rrugë, shen në rrugë, e përshëndet. Dhe ti del pe obligimin ndaj tij. Për shembull, mirëdita, mirëmëngjes, selam aleikum, e kështu me radhë. Edhe përfundon obligimi yt ndaj tij. Dhe ajo ka për pasaj obligim me ta kthy përgjigjen në mënyrën më të mirë të mundshme. E dyta, për obligimeve që ka njeriu ndaj njeriu të vëllezër, e pse se kemi temën këtu, po të mërimit e këshilla. Për obligimeve që ka njeriu ndaj njeriu është më u përgjigj thirrjes. Për shembull, të ka ftu në familje me një aheng familjar, darsëm, iftar, ku e di çka, të ka ftu, e ki për obligim ju përgjigj. Por derisa në atë konak, në atë manifestim, nuk përdorën gjanat e ndaluara, që i ka bë haram Allahu xhelle wala. Nëse të fton, e ki për obligim ju përgjigj. Për shembull, vëllezër, një tradit, një adet shumë të keq që e kemi ne shqiptarët. Njëri të thirr një iftar. Si shembull, iftari dihet, është adhurim ndaj Zotit madhreshëm, shpërblim. Dhe çka thot ky, thot hajt se të kallzoj po ajo. Jo, hajt se të kallzoj po ajo. Jo, kjo punë shkon në tekne. Me po çuçi ki disponimin ti, duke mos e llogarit që ai ka bë për shembull buk për ty, ka bë shpenzim për ty, ka shpenzuar dhe ti, shtrihen në shtëpi thuaj se pe një roj s'po shkoj s'ban kështu. Nuk ban kështu. Duhet me kohë me tregu. Ta pejgamberi sa me ka obligim njeriu me ju përgjigj ftesës së njeriu. Të ka ftu, tu merr kohë 1 orë, 2 orë ose gjysdite që ta caktoj kohën me lejen e Zotit madhreshëm. Por jo me injoru. Jo mi dhon po e me dal jo. Pas një arsye. Sepse në ditë për ditëve, për çat angazhim që ka bëj për ty, për çat investim që ka bëj për ty, çka dosh më të meru, të vjen dita dhe jep llogari para Zotit për këtë punë. Pra e kemi obligim ju përgjigj ftesës, por derisa thirrsi nuk i shkel ligjet e Zotit. Nëse i shkel ligjet e Zotit, se kemi asnjë obligim ndaj tij. Na fton dhe na falim herës, zvi, kaq. Sepse me qëndru besnik ndaj Zotit është më e rëndësishme se sa gjithçka tjetër. Shkurtimisht, e treta prej obligimeve që i kemi ndaj muslimanit është, për shembull vëllezër, përballë ose afër njerit, që do në njeri smut, edhe t'ja vrejnë shenjat e smundjes. Edhe ai lutet, do të më lutet edhe ti për ta. O Allah e pishërim. Nëse se thu me zot, ma thu e në heshtje, o Allah, letoj e kësë provë. O Allah, je pishërim të shpejt. E kështë më radhë. Dhe prej obligimeve që kemi ndaj njerëzve, e kemi obligim vizitën tek njerëzit e smut. Këta është çështje tjetër. Për shembull, kemi akraba, kemi miq, kemi shok,
Wallahi edhe billahi, e kemi farz me i vizitu. E kemi obligim ndaj tyre me i vizitu. Dhe e pesta thot pejgamberi alayhis salam, e kemi obligim të domosdoshëm me këshillu njerin. Dhe e gjashta thot, nëse vdes, e kemi obligim me marr pjesë në ceremonitë e varrimit, dhe kemi obligim me ja fal xhenazën, me mbulu dhe me ngushtu familjen. E kemi obligim, kjo nuk ka punë hajgare, kjo nuk ka punë zgjedhje kjo. Por kemi obligim ndaj tij. Por nalmi te pesta, sepse mi të fol për këshillën. Vëllezër, nuk mundet mu përmisu njeriu pa këshill. Nuk mundet mu përmisu shoqëria pa njerëz që këshillojnë për të mirë. Nuk mund të përmisohet, për shembull, komplet një garnitur njerëzish nëse mungon këshilla. Por këtë arsye Islami e ka bën feja, Kurani e ka bën obligim të domosdoshëm këshillimin mes njerëzve. Sepse nëse mungon këshilla mes njerëzve, on një prej shkaqeve që ajo shoqëri degenerohet, shkatërrohet, prishet. Një prej shkaqeve që rrëzohet, shkatërrohet shoqëria është kur mungon këshilla e mirë, sepse nganjëherë njeriu s'ka ndoshta kohë, s'ka mundësi me ra në kontakt me të vërtetën. Ai që e din të vërtetën e ka për obligim me ja thonë. Nëse s'ja thu të vërtetën, nëse se këshillon, e ke tradhtu veten dhe e ke tradhtu ata i cili ka jetuar me ty. Dhe përgjegjësia është e madhe para Zotit të Madhërisht. Vëllezër të ndershëm, na ka thonë Allahu në Kur'an se njerëzit këtë dunja, shoqërinë këtë botë mund të shkatërrohen për jashtim ato të cilët katër çështje, ato që besojnë në Zot, bëjnë vepra të mira, këshillohen mes veti dhe bëjnë durim në proceset jetës. Këta nuk dorëzohen kjo shoqëri. Ndërsa nëse mungon besimi, mungon vepra të mira, mungon këshilla dhe mungon durimi në jetën e bote, edhe perandorin kofsh të vjen fundi. Shumë shpejt shkatërrohesh. Kur lexon perandori të ndryshme të botës, që kanë sunduar me mijë vjet, edhe i lexon shkaqe çysh janë shkatruar çuditësh po shpejt. A mundi me marrë me men perandori 2000 vjeçare u shkatruar për një ditë. Perandori 1000 vjeçare ka përfunduar për një javë. Dhe një prej shkaqeve që mësohet në histori ka qenë mos këshilla e duhur për njerëzit që kanë udhëheq për shkak të shoqërinë. E kthejmë në jetën tonë të përditshme, vëllezër,